Përshëndetje miq të sofrës shqiptare. Sot kam sjell një pogaçe për këtë vikend, një pogaçe me shije dhe me një pamje unike, një pogaçe në formë të lulediellit, cila bëhet shumë e shijshme, është shumë e butë, përgatitja është shumë e thjeshtë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj pogaçe shumë të shijshme dhe të bukur. Në një hinë hedhim 300 ml me qumësht të vakët. Shtojmë një lugë gjelle me maja buke, pluhur, nëse përdorni nga ato katroret 40 gramshe, do ta përdorni vetëm gjysmën e katrorës. 2 lugë gjelle me sheqer, që ndihmon për aktivizimin e majës bukës. E përzim kështu masën me një tel kuzhine. E kemi përzier mirë masën, tash ja shtojmë 60 ml me vaj. Shtojmë një vezë të plotë. Dhe përsëri e përzim masën, që vaji, veza dhe qumshti të bëhen në një masë. Kemi përzier mirë masën. Tash shtojmë miell. Gjithsej miell do na duhen rreth 600 gram. Asnjëherë nuk dihen dikse, për atë arsye shtojmë kështu gradualisht. Shtojmë një pjesë dhe ja shtojmë një lugë të mesme me krip. Dhe tash masën do e përzim kështu me një lugë derisa ta fitojmë një lloj çupulli. Shtojmë pjesën tjetër të miellit. Dhe fillojmë që masën ta punojmë apo brumin me dorë. Pra duhet na del një brum me trashësi si bukës. Punojmë kështu, shtojmë miellin dhe në këtë mënyrë kontrollojmë trashësinë. Kemi fituar një brum mesatarisht trash. Tash e ndodhet brumi mbuloj dhe lajmë në ambient ngrohuar që masa e brumit dyfishohet mirë, dikon 1 orë 20 minuta, varet vetëm se duhet jetë dyfishuar shumë mirë. Brumi ka pushu mjaftueshëm, është dyfishuar masa mirë, është bërë një brum pothuajse sikur shkun, sepse ka pushu mjaftueshëm. Tash e largojmë brumin nga ena. Ja këtë fije ndahet brumi. Kalojmë tavolinën e punës, hedhim miell kështu në tavolinë punës dhe kalojmë brumin. Dhe brumin tash e punojmë kështu tek mielli i hedhur, e japim një formë të lëmuar. Besoj se mjaftueshëm e kemi punu dhe e ndojmë në 11 kuleç. Pra 5 kuleç i bëjmë më të vegjël, 6 më të mëdhenj. Tash ju jam duke ndarë pjesët më të vogla. Ndoj në 5 pjesë më të vogla. Dhe pjesën më të madhe ndoj në 6 pjesë më të mëdha. Dhe secilës pjesë të brumit ja jap formën e një kulaçi duke rrëfullisur në mbyll. Ja kuleç të vegjël si duhet janë në këtë masi, ta formoj një nga i madhi dhe ta shihni se si duhet të jetë dallimi nga kulaçi i madh dhe i vogël. Ja kulaçi i madh. Kemi formuar gjithë kuleçët, pra kemi fituar 11, 5 të vegjël dhe 6 të mëdhenj. Njërin nga kuleçët e mëdhenj nuk do e hapim, do e lëmë në njërin skaj tavolinës së punës. Tash fillojmë bëjmë hapjen e kuleçëve, fillojmë që të bëjmë hapjen e kuleçëve të mëdhenj.
i hapi me një masi dikon rreth 15 cm, kështu duke hedhur miell sa herë që ka nevojë, duke ja dhënë formën rrethore, mund shkopi për gatim, bëjmë hapjen, edhe miell sa herë që ka nevojë, dhe në mënyrën e njëjtë i hapim dhe 4 kuleçët tjerë. Besoj se kam hapur mjaftueshëm, tash kuleçët e hapur i lë në njërin skaj tavolinës punës. Në mënyrën e njëjtë vazhdoj tutje dhe me të tjerët, kështu duke ja dhënë masinë e njëjtë. Përdori miell sa herë që ka nevojë. Kemi hapë dhe kulaçin e pestë. Tash fillojmë që të shtrojmë gjallë mbi sipërfaqe në secilës pejtë, kështu nga një lugë gjallë të shtrojmë, është mjaftueshëm, gjithsej gjallë për këtë pogaçe na nevojitet 100 gram për lyrje. Vendosim petën tjetër dhe kështu i rendisim 5 petat, 5 kuleç të mëdhenj të hapur, njërën mbi tjetrën, duke u shtruar nga një lugë gjelle me gjallë në mes. Pasi kam renditur 8-5 petat, atëherë kështu me majet gishtave, shtypi qoshët, që t'i bashkoj qoshët e 5 petave, dhe e kam marrë letrën ku do bëj kekën, do e vendosim në tepsi, kam prerë në formën e tepsisë dhe i vendosim kështu. Dhe me anë të shkopit bëj hapjen në masinë e tepsisë. Tepsia është me numër 30. Mundohem dhe nga qoshët ja jap trashësinë e njëjtë. Dhe tash brumin kështu me letër do e vendosim në tepsi. Përhapi mirë nëpër sipërfaqe dhe përsëri me anë të duarve do bëj hapjen. Mundohem t'ja jap masinë e tepsisë. Dhe do bëj prerjen, pra prerjen do e bëni ashtu siç po bëj dhe unë, nuk ja prejni qoshët dhe vetëm semesin, në fillim prejmë në 4 pjesë, pastaj secilën pjesë në 2 pjesë. Dhe pjesët e prera, kështu, i bëj lakimin e tyre, që t'i jipet forma e lugës pogaçës, me të gjitha veproj në mënyrën e njëjtë. Është bërë shumë mirë. Kulaçin e madh e vendosim kështu në mes. Dhe fillojmë që të bëjmë hapjen e kuleçve të vegjël. Kuleçët e vegjël i hapim me një masi dikon rreth 10 cm. Dhe për hapjen e kuleçve të vegjël na nevojitet miell, që më let bëhet hapja dhe mos ngjitet për tavolinën e punës. Mundohem t'ja jap formën rrethore. Besoj se mjaftueshëm kam bërë hapjen. Vazhdoj tutje me të gjitha në mënyrën e njëjtë.
Kemi bërë hapjen e gjithë koleçve, tash përsëri do shtrojmë kështu nga një lugë gjallë dhe do I renisim njërën mbi tjetrën, duke I shtruar gjallë në mes. Veprojmë njëjë sikurse veprojmë me kuleç të mëdhenj, duke I renditur vazhdojmë tutje. Kemi radhitur 8 pestët, tash me maje të gishtat, shtypim qoshët që të bashkohen qoshët e gjithë petave. Dhe pak brumin kështu mal të shkopit, e të hapim. Brumin e kthejmë her nga njëra anë, her nga ana tjetër, që petat të përhapen paralel. Mundohem që të bëjnë ngjitjen mirë të gjithave. Me maje të gishtave shtypim dhe më lehtë bëhet ngjitja. Besoj se është hapur mjaftueshëm. Tash e bëjmë prerjen. Dhe pjesën e dytë, më dhe pak. Dhe pjesën e dytë e prej në fillim në 4 pjesë. Mirëpo tash do e prej që të ndahet plotësisht brumi. Dhe secilën pjesë do e prej në 2 pjesë të barabarta. Pasi e kemi ndarë brumin, kështu në 3 kançe, kemi fitu 8 3 Atëherë morim 2 skajët e brumit dhe I ngjesim kështu me majet gishtave dhe I vendosim te kjo prerja. Largojmë kulaçin në fillim dhe fillojmë që të bëjmë renditjen. Kështu në mënyrën e njëjtë vazhdojmë tutje duke I vendosur tek prerja e petës së parë, duke I bashkuar 2 qoshet e secilës copë. Ja në këtë mënyrë fitohet. Vërtet bëhet një pogaçe shumë e bukur, e sheshme, e butë si pambuku dhe një formë shumë të bukur e ka kjo pogaçe dhe vërtet përgatitet shumë shpejt dhe lehtë. Mund ta përgatisin dhe fillestarët pa fije problemi. Dhe kulaçin e madh e vendosim në mes. Tash tepsinjen e mbulojmë dhe lajmë pogaçën që të pushojë dhe masa e saj të dyfishohet në ambient grodhume rreth 20 minutave. Ka pushuar për 20 minuta
është bërë shumë mirë. Tash morim dhe kështu me një brush e ly me gjalpin e ngelur. Më duhet që ta ly shumë lehtë, mos t'ja dëmtoj formën. Çdo cep më duhet që ta bëj me gjalp. Kemi bërë lyrjen me gjalp, tash morim fora zeza dhe tek kulaçi në mes hedhim kështu. Do hedhim më shumë me bollëk të hedhit, tamam t'ja jap formën në një lule diellit. Besoj se është mjaftueshëm. Tash marr fora sesami dhe hedhi pak nga këto pjesët. Një po një jo, apo tek peta e parë, tek pjesët e petës e parë hedhi. Dhe po goçja është gati për pjekje, e kam nxjerr furrën mirë në 180 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki dikon rreth 40-45 minutave. Po goçën e kam largu nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mrekullueshme. E mbuloj me një pecetë kuzhine, e loj kështu që të ftohet dhe është gati për konsumim. Po goçja është ftohur, është gati për konsumim, ka dalë tamam si një lule dielli, shumë ka dalë e bukur, është e butë, ta ndajmë dhe pak dhe ta shihni se si ka dalë. Ja pra si ka dalë, vërtet ja vlen me provu. Ndahet flet ashtu siç ishte e përgatitme me peta, me hapjen e kuleçve, ashtu dhe bëhet ndarja flet. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë po goçe për veken, ju bëft mirë, ju falinderit që ndani kohë për videot e mia, më përkrahni në to, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.